Në një atmosferë prekse u krye këtë të shtunë në Katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, për kujtimorja 40 ditore e kryepeshkopit të ndjerë të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastas. Për të nderuar kujtimin e kryepeshkopit të ndjerë të Kishës, u mblodh një numër i madh klerikësh dhe besimtarësh ortodoks, përfaqësues të institucioneve fetare, arsimore dhe filantropike të kryepeshkopatës, si dhe vizitor nga jashtë vendit. Gjatë liturgjisë hyjnore, peshkopi i Krujës lexoi publikisht testamentin e kryepeshkopit të ndjerë Anastas. Në testamentin e tij, Anastas ngarkon pasuesin e tij, kryepeshkopin e ri, për të ekzekutuar amanetet. I lutem ekzekutuesve të testamentit tim, që gjysma e shumës së këtyre depozitave të përdoret për përfundimin e katedrales Ngjallja e Krishtit të Tiranë, ndërsa gjysma tjetër të ruhet dhe të investohet në mënyrë të përshtatshme, duke siguruar që të ardhurat nga këto investime të përdoren për mbështetjen e pagave të klerikëve dhe për zhvillimin e programeve rinore të Kishës së Shqipërisë. Të drejtat e autorit nga shitja e librave të mi, lutem të depozitohen në qendrën ndërortodokse Poreftendes. Ato pak sende që kam përdorur, të ndahen në shenjë kujtimi bashkëpunëtorëve të mi të përzgjedhur, të cilët me përkushtim dhe vetmohim ecën krah meje dhe shërbyen me mua në Kishë. Librat e mi të dorëzohen në bibliotekën e Akademisë Teologjike Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Kryepeshkopi Anastas në testamentin e tij shkruan ndër të tjera se i ka falur të gjithë ata që ja vështirësuan rrugëtimin. Nga thellësia e shpirtit, i fal të gjithë ata që me dashje apo pa vetëdije, me padrejtësi, intriga dhe shpifje, e bën udhëtimin tim më të vështirë dhe më të mundimshëm. Me fuqitë e mia të pakta, u përpoqa të shërbej në hapjen e horizontit të ortodoksëve të sotëm, ndaj përgjegjësisë tonë apostolike dhe ekumenike, në Greqi, në Afrikë, në arenën ndërkombëtare kishtare, dhe veçanërisht që nga viti 1991 ju përkushtova ringritjes së Kishës së shumë vuajtur të Shqipërisë, të cilën e desha me gjithë shpirt. Në testament, kryepeshkopi ju kërkon besimtarve të mos rreshtin së luturi që Perëndia ta mëshirojë atë dhe ta pranojë në pafundësinë e dashurisë së tij. Pas shërbesës përkujtimore në Katedralen Ngjallja e Krishtit, u krye shërbesa e përshpirtshme pranë varit të kryepeshkopit të ndjerë, në kriptën në altarin e shenjtë të katedrales dhe më pas u organizua një pritje për besimtarët.